E di Rama ajo bon zot më burri dhe. Ajo I ka bon mu me I fjallë, me marrë vesh edhe dhia ma e malit, mos pit për naftën, u rrit nafta, prandaj bëj thirrje ndërkombëtarëve, o kush t'jenë kompetент për këtë punë, t'vinë të vendosin për Ballukun, për Sali Berishën edhe për Edi Ramën. Po flasim për imunitetin e Belinda Ballukut. Partia Socialiste nuk e lëshon, pra nuk ja heq imunitetin. Pse ndodh kjo? Kam frikë apo kjo nuk ka bërë korrupsion? Në gjë, kjo nuk ka pse fol kush. Se ai Edi Rama është me 2 kom brenda. Kash. S'kompetent se Edi Rama si ka votat. S'do në me lëshue. Mos që është kompetent e thot ka marrë të nga votat, a të vendosin gjithë si donë, ose të vinë Evropa të vendosin për këtë punë. Se ardhë fundi kasa e qeveria, regjistruar mirë të qeveria, do me thoni ka dalë të nga pikpamjet me korrupsion. Ajo I ka bon mu me I fjallë, me marrë vesh edhe dhia ma e malit, që ajo është I diskreditu. Po as nuk e lëshën shalë, as nuk e lëshën, as se thot kena marrë votat. Prandaj bëj thirrje ndërkombëtarëve, o kush t'jenë kompetent për këtë punë, t'vinë të vendosin për Ballukun, për Sali Berishën edhe për Edi Ramën. Se mendojnë që në këtë lloj dosjeje është I përfshirë dhe Sali Berisha? Po I përfshirë, po dhe me kjo opozicë që akuzum në grada, do me thonë ai është I akuzum të në pikpamjet, për Gordecën, për tëna. Nuk ka met, pa u zgjidh të punë. Ose të japet vendi meritum, ose të zgjidhet 21 janori e Gordeci, e ato të nojnë të vinë ndërkombëtarët vëlla. Nuk kanë mundësi shqiptarët me I ndonë për vend, se kanë kap shtetin këta. Edhe të vinë ndërkombëtarët e të nojnë për vend. Ka shkuar Rama te ndërkombëtarët, shkoi madje takoi parti ndërkombëtare. Ndërkombëtarët, nisi është kompetent. Ti ku me shu edhe të Trumpit, Trumpi nuk ka vjen për me marrë me punë të Edi Ramës. Mendon se Belinda Balluku ka bërë korrupsion apo jo? Po që aje kur thonë të në të faqe se janë shkru, dhe me thonë edhe Edi Rama s'ishte mret me mbajt përgjërsi për tonë, hajde se ka veti pastër, po të kanë dole kanë bau mu ura, atje se janë projektue e nuk është ndërtue, gjitha gjonat, nuk janë se do thonë se janë gjitha të vërteta, po pjesha kryesore është e vërtet. Qeveria, do me thoni ka dalë të nga pikpamjet me korrupsion. Edi Rama ajo bon zot më burri dhe. Ai vërtet është ma I madhi njeri në Shqipëri, I pare shqiptarve, po të duhet përgjigj gjithësi shqiptarve. Po nuk le më burri dhe vëtë Edi Rama është Sali Berisha. Ky I akuzum edhe I akuzum me dalë qeveria, tashin ti ndra se nuk më të folim shumë se kena të vezhi, për shembull. Ka keni të vesh? Jo, zonat se ti për din vetë. Edhe të nojnë dore të ashtu më burë. Të dalin një njëri më burë, si ti thonë, pusho Edi Ramës, pusho Sali Berishë. Opozicë që akuzum në grada, bantarët e partisë nuk mund e diskutojnë kur një Sali Berishë. Atë Edi Ramës se I hek filli, fëshek. Sa s'ka njëri pa gabime, pa kritika. As Sali Berisha ka 50 deputet të listë vetë, edhe ata nuk I shohen asnjë. Se ne kemi dalë tu për marrë mendimin e qytetarëve të thjeshtë. Po për çfarë mund të duhen ty 300 apartamente? Po do 300 apartamente po nuk kom bon mëra I thot nuk I kam. Sho drejtsinë ta zbulojnë. Se Balluku ai thot Sali Berisha nuk kam kur far punë te ky pallatet e atij. Sho vëlla të vërtetojnë, sho kontrollin e shtetit, sho zonat, për me thonë 300 apartamente e ankollaj. Sho e zbuloj e thuj që tu jonë që ajo nuk ka një gjonë si futën gjep, po kjo nuk punojnë mirë arshivat, as nuk punojnë që s'kanë titularën e kërkesë të llogarisë, e zonave.
Se nuk i ka thonë Edi Rama kryetarit të asaj zyrës taksave ose ashtu, të duhet rregull, do me thonë një gabim më i voglim dul, ti u eliminohet prej pune. Ti s'ki as kontroll shteti, as s'ki e kanë. Të janë gjitha të bashki, janë bon gjitha shqeverin veti si ka kontrollu njëri. Se nuk kena gjonë si vendosim na. Unë jam që kam gjonë dorë, po na u bom që kom të edhisë mërë burë, në ishe fyret e tyne, çdo ditë nga matë nërshmet. Një parlamentin? Na njofë, po gjitha i njëku, po sa me njëk, nuk mu një shoh, do me thonë se nuk folin një fjarë rallajsh. Kur ndjek parlamentin, qa bëjnë? Qesh apo mërzit? Po, ty mërzit nëse shoku ka shku Shqipëria mërë burë, e të partë e këti vendi, pushte vendimtarët e këti vendi. Ditën e ende, sa ligje u miratuan dhe cilat ligje u Po miratuan? shari ligjesh mërë burë ata merituan, filoni po, ligje u merituan, shojnë gishtin edhe shështu i ka pa votoj, Jozefina Topalli, shështu i voton Edi Rama e ky shansh ky Përlesja, që i thonë ti. Niko. Për Ballukun, komplet kuvendi u mblodh dhe votuan pro, kundër, Oj, pak kanë rëndësika. votat mërë burë. Se nuk e bën këtë gjë për shumë për Arben Ahmetajn, për ish ministrin e shëndetësisë. Morë është kompetencë se Edi Rama si ka votat. S'do në me lëshue, s'do në me lëshue. Po do të futet një tjetër në këtë mes si thim raport Edi Ramën edhe atë tjetërën. Edhe Sali Berisha si ka me thira, është i komplet i ashtu, me ato hallet e veta. Mos pit për naftën, u rrit nafta. O, nuk ka faj luftas, nuk ka faj kurkush që ata $2 që janë aty në vend. Kash. Po ty kje tira gjone, po vidhet bugjeti u vidh, orka shteti të vidh ajo, po merresh me analistat si nuk janë të bon, asë gjambis dolin me mon rrugën, si Batoni e Shanshtaj Kosovari e këta. Me krah partije, se fola shumë, po ty që me i thonë, pra, delin analistat, nuk o mirë kjo, nuk o mirë ajo. Urdëmërë, ngullkom, kjo nuk është mirë, venot. Se mendon se analistat nuk flasin? Po ti folin, mërvish folin, krah të ati personit, që me fol, as nuk vendosin as i gjonë fund. Vërtet nuk janë pushtet të verës, ose ashtu, punë pak të ngulli kom për një punë që e kam në drejtim. Pra ndaj bëj thirrje nërkombëtarëve, o kush t'jenë kompetent për këtë punë, vinë të vendosin për Ballukun, për Sali Berishën edhe për Edi Ramën.